është shumë e theksuar kjo që shqiptarët e Shqipërisë kanë një fjalor më të pasur, janë më të artikuluar, edhe din shumë se ç'a thonë, ndoshta nisur nga dialekti që në Kosovë flitet më shumë geg, po ti personalisht mendon që veç nëse flet më gjatë, po thua më shumë? Unë besoj që është një stereotip, nga stereotipet e shumta që ne shqiptarët krijojmë për njëri tjetrin. Si kur themi që shqiptarët e Shqipërisë janë më artikuluar ose janë më temperament, mendoj që nuk është e vërteta e plot. Ka individ që janë të artikuluar, ka individ që janë temperament, po kjo nuk do të thotë që janë të gjithë. Në të gjithë hapësirën shqipfolse, le të them, i gjejmë këta njerëz që flasin bukur, që lexojnë, persona që janë më të heshtur, që flasin më shumë me më pak fjalë. Besoj është çështje individuale, jo se nga vjen. Okej, pra nuk duhet përgjithësuar deri në këtë masë. Unë si Linda jam gjithmonë kundër përgjithësimeve. Okej, ju jeni shumë njëherë, si ke mbetë në Kosovë, pra si e bind për ta vazhdu pjesën e jetës në Kosovë? S'kam pas nevojë të bindem që të rri në Kosovë, sepse ka qenë një nga ëndrat e fëmirisë time që ta vizitoj Kosovën. Nuk e kam besu asnjëherë që do vinte ajo ditë që unë ta vizitoja. Kështu që kur më krijua mundësia më e parë që të vita shoh Prishtinën dhe qytetet e tjera, erdha dhe pastaj mbeta. Tashmë kanë kalu 25 vjetë që jetoj në Prishtinë. Duket që Prishtina të ka mbushur zemrën plot, prandaj ke edhe blogur për Prishtinën, a? E kam një mini blog për Prishtinën, My Life in Prishtina. Çka pasqyron aty, ose personalisht juve, për çka ju ka frymëzuar Prishtina? Cilat janë ato pikat e forta të saj? Që mendon që çdo qytetar i botës do të dashurojë në to? Tani në atë mini blogun tim në Instagram, My Life in Prishtina, unë e kam quajtur letra ime e dashurisë për shtëpinë time të dytë. Besoj që kjo e përshkruan se çfarë më frymëzon mua për ta patur atë blog. Në fakt, faqen në Instagram e hapa sepse fillimisht këtë e përdorja si hashtag në postimet e mia në Instagramin personal. Kur postoja momente të bukura nga jeta ime e përditshme apo gjeja ndonjë qosh të këndshëm estetik në Prishtinë, e vendosja gjithmonë hashtagun My Life in Prishtina. Dhe shoqja ime Orana, që po ashtu është nga Tirana dhe jeton në Prishtinë, më tha pse nuk e bën një faqe në Instagram. Dhe mbas 30 minutash ja dërgova, i thash lutem bëu followersi imi i parë. Ja ku bë dhe faqe, brenda 30 minutash, a? Dhe atë e kam lidhur bashkë me një platformë tjetër, është një platformë e cila titullohet Spotted by Locals. Unë aty jam kontribuese vullnetare për qytetin e Prishtinës. Pra jam një spotter në Prishtinë. I tregoj globalisht turistëve ose vizitorëve që duan vinë në Prishtinë, cilat janë ato vendet e lezetshme të këndshme të Prishtinës që ja vlen të vizitojnë. Linda për herë i ka gati për ti thënë? Gjithmonë i sugjeroj të vizitojnë monumentin e heroinave. Pastaj ju rekomandoj edhe lokale ku munden të darkojnë, të pinë një kafe, ose muzet që janë për Prishtinë. Okej, bukur shumë. Kam dëgjuar duke folur për një periudhë shumë të veçantë, të paktën edhe përderisa flisje, ashtu mu duk ajo e radios, e cila kushdo që e bën një herë radion kam përshtypje që gjithmonë mbetet i dashuruar në të. Pse nuk e ke pa veten në një rikthim të mundshëm disi në botën e radios? Kjo është një ide shumë e mirë në fakt. Shpresojmë pas kësaj pyetje që ma bërët më vinë ndonjë ofertë për të patur një emision në radio. Në fakt që kur erdha në Prishtinë, unë kam punuar gjithmonë me organizata ndërkombëtare. Dhe në radio paraqitjet e mia kanë qenë vetëm si mysafire për të folur për projekte të ndryshme ku unë kam qenë. Po është e vërtetë që radio ka qenë dashuria ime e parë profesionale edhe mbetet e tillë. Aty kam marrë hapat e parë si gazetare, edhe kam parë që është një lloj dimensioni i punës që mua më flen. Dhe pse jo, pra je e hapur që nëse është një ofertë që të përshtatet për nga angazhimi, do ta konsideroje. Me shumë kënaqësi. Ti po ashtu në të njëjtën kohë ke edhe një angazhim të madh, kur po them angazhim edhe për nga pesha, si eksperte për fuqizimin ekonomik të grave, një gjë shumë e rëndësishme në të njëjtën kohë. Nëse mund ta bëjmë një dallim prej 10 vite para, ose nga momenti që ke ardhur në Kosovë, dhe gjendjen e grave, apo dëshirën e tyre për të qenë të pavarura,
ekonomikisht edhe për të punuar, thjesht për të qenë të zonjat, sa lartë ka lëvizur ajo trajektore? Gratë në Kosovë që të gjitha janë shumë të zonjat. Mirë po ne i dim rrethanat historike cilat kanë qenë, sidomos para luftës, apo gjatë periudhës së represionit, që nuk ju është dhënë gjithmonë mundësia ato talentet edhe aftësitë e tyre ti përkthejnë edhe në kontribut shoqëror në vendin e punës, ku ato të kenë një pjesëmarrje aktive dhe fitimprurse. Ndërsa që nga koha të paktën unë mund bëj krahasimin vetëm nga koha kur unë kam ardhur këtu pra në vitin 2000, ka një zhvillim të jashtëzakonshëm, një ndryshim shumë të madh për të mirë të situatës së tyre. Duke qenë se unë jam një eksperte e komunikimit strategjik kryesisht, në çdo lloj pozicioni të punës që unë kam patur, e kam pas edhe këtë kapelën tjetër të fuqizimit të grave apo të aspektit të çështjeve gjinore. Kështu që ato e quaj një mision edhe personal, përveç se mision profesional. Mendoj se si gra, se cila prej nesh duhet bëjmë çkado që mundemi për ta përmirësuar situatën e grave dhe burrave të tjerë. Edhe do thoja që ky është lloji i feminizmit tim. Që të gjithë njerëzit, pavarësisht a quhen gra apo burra, të kenë mundësi të barabarta, të kenë mundësi të drejta që ta vetë realizojnë misionin e tyre në jetë apo qëllimin e tyre në jetë, cili do qoftë ai. A ka ndonjë histori ndër vite prej kohës që këtu e ke takuar shumë gra, besoj, nga më të ndryshmet edhe nga fushat që vinë? Ka ndonjë histori që drastikisht ka ndryshuar nga periudha se si e ke njohur deri tani dhe lirisht mund të thuash se je shumë krenar për atë ndryshime, për atë grua? Ka shumë, në fakt ka shumë histori të tilla dhe për shkak të punës time, unë me këto zonja me të cilat më ka rënë rasti të bashkëpunoj, ne vazhdojmë edhe shoqërinë.